Dorina, ekziston në këto vepra ndonjë formë e ndjeshmërisë ekologjike apo natyra mbetet gjithmonë një objekt pune, shfrytëzimi dhe transformimi nga ana tjetër? Po, ekzistojnë disa vepra që kanë arritur dhe në atë kohë t'i thyen ato barierat e sistemit, dhe siç e thash më parë, nuk kam asnjë lloj pretendimi që të bëj analizë artistike të këtyre veprave, sepse nuk është fusha ime. Unë si urbaniste dhe arkitekte kam studiuar histori arti, megjithatë e llogaris veten amatore në këtë drejtim. Analiza që bëjmë është shumë e ngushtë vetëm nga pikpamja mjedisore, si është trajtuar mjedisi në vepra të caktuara. Dhe mund të dalloj disa vepra të periudhës së realizmit socialist që sjellin një përqasje ndryshe ndaj mjedisit. E para vepër këtu që dua të nxjerr në pa është tregimi Lumi i madh nga Mitrush Kuteli, madhi Mitrush Kuteli, i cili në fakt edhe ka punuar punë sklavërore në përtharjen e kënetës së Maliqit. Është një temë që u trajtua edhe në klubin e filmit sot këtu në arkivin e filmit. Kjo vepër është për mua mahnitse sepse është e para që vë në qendër si personazh kryesor të veprës Lumin. Lumi është një gjigant i madh i mirë në këtë vepër, po themi, në kuptimin që Lumi i do njerëzit të cilët e rrethojnë, nuk është se do t'ju bëj keq, nuk do që t'i dëmtoj. Megjithatë e shikon që njerëzit janë lakmitar, vazhdimisht mundohen ndërtojnë, marrin nga një copë nga Lumi, zgjerohen, o zgjerojnë tokën, o hedhin ndonjë urë për ndërtuar shtëpi, për ndërtuar dyqane, dhe Lumi shpeshherë i paralajmëron. Do vi ndonjë ditë ndonjë përmbytje, keni kujdes, ju lutem se unë nuk kam çfarë të bëj nëse ndodh kështu, njerëzit nuk e dëgjojnë, o mundohen të përforcojnë barierat, që është një masë që marrim dhe sot mundohemi me anë të teknologjisë të përforcojnë barierat ndaj natyrës, duke mos e kuptuar se si jemi aq të fortë sa natyra ne si njerëz. Ose disa ja lënë gjërat në dorë fatit, shkojnë në kishë, në xhami, luten që mos ju ndodhi gjë, por megjithatë sjelljen nuk e ndryshojnë kundrejt natyrës. Dhe historia zgjidhet me një përmbytje madhore, e cila e rikthen tokat që rrethojnë Lumin në gjendjen më përpara. Përmbytja merr përpara me ndërtesa, me njerëz, me kafsh, me të gjitha, dhe si më thënë është një akt purifikimi. Kështu është ky tregim. Nuk e di si ju ka shpëtuar censorëve të asaj kohe ky tregim, por besoj se ka ndodhur fal faktit se Mitrush Kuteli shihej si autor për fëmijë, edhe kjo është trajtuar si në kuadrin e letërsisë për fëmijë. Fakti që Lumi ka tipare njerëzore, flet Lumi e tjera është e kanë konsideruar mbase si ndonjë vepër imagjinare. Po, sikur është ndonjë prallë dhe nuk e kanë kuptuar tamam sa e fuqishme është kjo vepër dhe sa inovatore për kohën. Një vepër tjetër që ja vlen përmendet nga ajo kohë është filmi Beni ecën vet. Edhe ky film më pëlqen sepse është nga ato të pakta vepra që tregon, që shfaq natyrën, Benit që transferohet nga qyteti në fshat. S'po e flas për fabulën e filmit se të gjithë e kemi parë, janë rritur 3 breza me atë film. Por shikohet natyra e fshatit, jeta mes natyrës e egër, nga njerë fëmijët shkojnë edhe për kamping në natyrë, Beni si qytetar kishte atë idenë e frikës nga natyra, kafshët e frikshme e tjera. Megjithatë këto të i kaluan dhe shikohet natyra si diçka që të çliron dhe të emancipon. Megjithatë, edhe në filmin Beni ecën vet, mund të shikojmë atë aspektin gjinor, se folan përpara për ekofeminizmin që lidh problemet gjinore me problemet mjedisore. Edhe aty ka diçka që vjen Xhaxhai në qytet e merr Benin në fshat që ti tregoj jetesën më pranë natyrës, jo atë jetesën artificiale në apartament në qytet. Kjo bëhet sepse Beni është djalë. Po të kishte qenë vajzë, ai lloj timiditeti që ka Beni, që nuk socializohet shumë me fëmijët e tjerë, rri me mamin në shtëpi pak djalë mamaj, po të kishte qenë vajzë, mund të kishte qenë shumë i pranueshëm. Si fenomen, dhe Xhaxhai nuk do kishte qenë aq i preokupuar që ta burrërojmë Benin duke e marrë në fshat. Kështu që mund të shikohet edhe aspekti gjinor në këtë vepër. Dhe vepra e tretë që dua të përmend, ky është një film, Treni niset në 7:05. Është një film nga pothuaj fundi i regjimit komunist. Ka dalë, mos gaboj, në 89-ën, diçka nga fundi i viteve 80.
Dhe është ndër filmat e parë që bën një lloj kritike të një ndërmarrje shtetërore sepse ka shkaktuar dëm mjedisor. Një ndërmarrje shtetërore e cila pret më shumë pemë se sa duhen dhe duke qenë që mjetet nuk ekzistojnë për t'i marrë këto pemë për t'i përpunuar, për t'i kthyer në mobilje apo qoftë edhe në dru zjarri për çfarë duheshim, se ishin prerë, këto pemë kalben. Dhe kjo i shkakton një dëm ekonomik shtetit. Dhe nuk është e rastishme, duke qenë që në atë kohë nuk ekzistonte as leksiku mjedisor në Shqipëri, preokupimi mjedisor, nuk është e rastishme që problemi nuk është se e kap ndonjë aktivist mjedisor, se të tillë nuk ishte në atë kohë, por e kap një punonjëse banke, që merrej me anën ekonomike. Dhe Etleva është personazhi në film, të cilën e ka luajtur Eva Alikaj, aktoria Eva Alikaj. Dhe nuk është e rastishme që Etleva nuk e ka gjuhën për ta përshkruar atë që po ndodh në terma mjedisore. Kjo është një katastrofë mjedisore, pemë të tëra të rritura që shtrihen në dhe kalben. Nuk shikohet si problem mjedisor, po ajo thotë nuk di çfarë ta quaj, kjo nuk mund të quhet as vjedhje, se nuk është se po i hyn diçka në xhep dikujt. Është thjesht humbje, por nuk thot humbje mjedisore sepse nuk trajtoheshin problemet në këtë mënyrë në atë kohë. Por vepra është shumë inovatore sepse kritikon një ndërmarrje shtetërore, që kjo pak herë, rrallë herë ndodhte në atë kohë nëpër filma.